Pas 5 trofeve rrallazi të fituara në garat kombëtare, ku më i rëndësishmi ishte titulli kampion me ekipin e të rriturve, shoqëruar dhe me rekordin kombëtar të përmirësuar nga atleti Franco Buraj, nuk ka pushim për atletat e Vllaznisë, pasi kanë nisur përgatitjen për pjesëmarrjen në një tjetër aktivitet rëndësishëm ndërkombëtar, siç është Kupa e Europës, që zhvillohet nga datat 24 në 26 në Sloveni. Albert Marashi, kryetrajneri i Vllaznisë, duke i bërë një panoramë suksesi të fitimit të titullit të 29 kampion, dalet më tej tek ecuria që do të ketë Atletika Shkodrane. Them drejtën, deklaratat e mia një ditë para kampionatit ishin bazuar në procesin e stërvitjes dhe kontingjencit që kishin përbërë të ekipit Atletikës. Duhet të theksoj këtu që kampionati kombëtar shkoi më së miri, me rezultate jashtëzakonisht të mira, një performancë e lartë të atletëve tanë, duke filluar me Franco Buraj, ku ka bërë një performancë jashtëzakonisht mirë në 400 metra dhe në 200 metra, ku edhe përmirësoi edhe rekordin kombëtar. Gjithashtu sportistët e tjerë, si Leandro Çardaku, ka bërë një performancë të shkëlqyer në garën 100 metrave, po ashtu edhe në 200 metra. Në kërcim së gjati, i mirënjohur Muhamet Çengeli dominoi në kërcimin së gjatë, duke u shpallur kampion, ku në një rivalitet të fortë me Ende Raka, i cili zuri edhe vendin e dytë. Gjithashtu në kërcim të rehatsh, Kolindo Kiri triumfoi në garën e kësaj disipline dhe në garën e 400 metra me pengesa Dorani Drizi, një veteran i ekipit tonë tashmë dhe kapiteni i ekipit, siguroi titullin kampion në 400 metra me pengesa. Të gjithë atletët shkodran të shpallur kampion në kampionatin kombëtar do të jenë pjesë e përfaqësueses për Kupën e Europës në Sloveni. Jojnë përgatitjet intensivisht edhe në këtë periudhë mbas kampionatit, në prag të kampionatit Kupës së Europës që zhvillohet në Sloveni, në datat 24 dhe 26 qershor. Kështu që javën që vjen, ne presim rezultate të larta dhe pse jo ndonjë rekord kombëtar nga Franco Buraj, edhe ndonjë medalje në këtë aktivitet.